Ka shkuar në 41 numri makinave të konfiskuara që kur hyri në fuqi sistemi Safe City bashkë me ndryshimet në ligjin për kundërvajtje dhe kodin penal. Vetëm për 8 ditë janë privuar nga liria 53 shofer që kanë drejtuar makinën pa patent shoferi. Në periudhën nga 1 shkurt deri më 8 shkurt 2025, në teritorin e gjithë shtetit me udhëzime të prokurorit publik, janë konfiskuar gjithsej 41 automjete, ndërsa në periudhën e njëjtë 53 shofer janë privuar nga liria për shkak të drejtimit të automjetit pa leje për vozitje. Sipas kodit penal, konfiskimi i makinave bëhet për shkelje serioze në trafik, respektivisht kur shoferi drejton makinën pa patent, përfshirë periudhën që shoferi mund të ketë ndalesë të përkohshme apo patent të pavlefshme. Mëtej nëse shoferi drejton i dehur ose në ndikim të drogës, si dhe nëse tejkalon shpejtësi në mënyrë shumë të rrezikshme, ku shoferi tejkalon shpejtësinë për mbi 70 km/h në qytet ose mbi 90 km/h jashtë qytetit, sidomos nëse ka shkelje të mëparshme për shpejtësi. Në procedurën penale, konfiskimi nuk është dënim automatik, por mas të cilën gjykata e vendos në mënyrë të veçantë mbi baza të rrethanave konkrete. Pra, rolin kyç e luan gjykata dhe jo prokuroria dhe policia.